Mirë mrama, përshëndetje kudo që jeni, lusim Zotin t'jeni shëndosh e mirë bashkë me familjet e juja. Ka ngel më pak se një muj me startu në mujin e shenjtë të Ramazanit. Lusim Zotin për neve dhe për juve që të kemi ymër e shëndet të presim këtë muj të bereqetit, muj të rahmetit. Lusim Zotin për gjithë ata të cilët Ramazanin e kalum kanë qenë në këtë botë, ndërsa në këtë Ramazan nuk i kemi më në sofrat tona, inshallah Zoti mëshiron. Inshallah Zoti me ta neve na gëzon kur do të shkojmë edhe ne tek i lumi Zot. Gjithashtu e lusim Zotin të gjithë të sëmurët që janë Zotit i shëron hatri këtyre mujve të mëdhej, hatri muj të shenjtë të Ramazanit. Të gjithë ata të cilët kanë hallit derte, sprova të ndryshme, o Zoti ju i dashur, letësoja çdo kujt, çdo sprovë, ti mëshirshëm na kaplon me mëshirën tënde. Po e nisim këtë emision të sotshëm me atë që kemi nis aktivitetin ton, është një historie nga një kuzhinë humanitare, nga kuzhina jonë në qytetin e Vushtrisë. Jo kemi thonë të dashurit e mi që jetimat e Ballkanit temelin e saj e kanë nga kuzhinat humanitare. Njëti qëllimi jonë ka qenë që nevojtarëve të paktën t'ia sigurojmë një kafshat bukë. Në emisionet e kalume kemi dhënë nga një historie të kuzhinave tona në Prizren e Prishtinë. Sonte do startojmë me historinë e parë të këtij emisioni me Vushtrin, me kuzhinën tonë në Vushtri. Në Vushtri janë 100 të moshuar që kalojnë ditën në qëndrimin ditor, janë mbi 200 familje, 200 persona që marrin ushqimin në kuzhinën humanitare të Vushtrisë. E kjo, fal juve, fal kontributit juve. Përveç në muajin e Ramazanit që shpërndan iftare, mos harroni jetimat e Ballkanit me kuzhinat e veta 365 ditë në vit, nuk ndalen asnjëherë duke shpërndar ushqim. Në rast se një ditë siç është e diela, është ditë pushimi, ditën e shtunë, ata që marrin ushqimin ju jepet pak më tepër, por mos harroni edhe pakot ushqimore me të cilat ju rrim gati familjeve nevojtare. Zoti rujtë ju shpërbleft e ne po ndjekim këtë historie të Vushtrisë bashkë dhe rikthehemi në studio. Valla papir që e poli ujme, po shkej për foli drekën, të më për foli drekën, po këtë të ha buke, të në të mirat. Faleminderit për kasatit original, do vërset që mirë, të në të mirat. S'ke ma mirë se këtë s'ka kërkut. Po në arrijë, gose mirë bërë. Jalla që një 6 mujë për më duhet. Po, në mirë bukën për qeshin, shumë pëntërë të të kuzhinës, gratë, hajë, pëntërë qaja të atje qeshin. Përra të shpia jeme që qeshin qaja që. Mirë qeshin. Dhe uja qetë, për nuk i qeshë që kur kje që qenë. Po. Sa kush dhe më luë se tonë zdim na. Dikush dhe me letra do mina lujnë.
Zoti një mot aty në shpërbleft avata, edhe hajtë këtu, hajtë kasrota. Në të mirat e Zotit, i ka su Zotit, këtu e në Zotit, buka e mirë, kovarit pe i maron mirë, votrat të në po një zmet, të në të mirat e Allahoj. Allahoja bofsa dok, aj që e ka qenë, edhe aj që një mënë. Ty në plezve. Pleztjen e ty ma. Mështë rahmetin mua, mështë aja. Kjo këtë për një muë. Kjo këtë si thmija. Edhe atje në qesin qaj, edhe atje në bojnë hëzmet mirë, në kresin mirë, s'kot vrejt në sërë në këtë. Qës një është e mirë, e në Zotit. Falemindere shumë për juve, edhe ajë që ka qenë, edhe ajë që një mënë këtu, se sa do, që obja që tu është. S'ka probleme këtu heqë, s'ka heqë, ma mirë s'ka kështë ka. Dhe vjetë së ndrështja, që në të dëmime të dyra, me që qelë, të në të mirat. Zoti i shpërblet tonë, eja ti më të madhe, më të vogël, ata që të po ty bet minas. Një shaki më shumë, një, dy, 4 personash. Të shpja në së bukë, në së plënë e hajtë. Mirë, i do atje, mirë, edhe qaj në qeshin, kur ty dhe një zonë këtë të në. Atje, që të qaj së më të nërështë, loa, që ishtë më shpesëra, shumë itajela në për mirë, 6-7 vjerë, në përpjetë. Tonë pleshë. Pak më isë këta, jemë 7-6 vjetë ashtu. Në shmë në pritë mirë, më të bëjë edhe qëtë qaj, edhe motë, gjokën, infermirin. Ashtë spirtan si më të pasë do, si të thushë. Se të herë më shumë të shtype, Adelina bonë, a gjinokë më njërë. Mirë po është një pushimore shumë e mirë, është e qëllume që është punuar në këtë vend. Ushqimi është i mirë, mesatarisht është njëjti ushqim është mëna ditës, mirë po në çdo javë ndërrohet çdo ditë, edhe do të thonë e ka kuptimin e vet, sa do të luajmë shashë atje. Tim në qaj, pushojmë, bisedojmë nërmje veti, janë gjonat e mira, është paramendimi i mirë, nuk është në i kallapllak i madh, mirë po ai që ka dëshirën edhe ka me vujën për këtë rast e gjonë venin, këtë ven mirë, nuk kam vrejtje për ai që kështu. Mirë është, mirë në lokesh, stafu është i mirë të në të nërgjë. Jam që 6-7 po, veç, i falenderojmë se mirë është. Zotë e vasnetën, e një më zëtë se mirë është. Që 2 vjetë e morëm mirë shumë, faleminderit për tyve, shumë për nga përqenë, që ta mënë mirë për bojnë. E falenderoj Halil, Kastratin, kush këna ka një muhe që ka bërë se ropë, i faleminderoj shumë. Që për pare për këna në të s'po, me gjithë grua s'po, me morë për përdojët këda, që ko gjallarë në kemë, neve në kanë marru të për shpinë, e të shumë për lëmënes për ju, që për na e për bukë që shto, po. Shumë të kënaqur jam. Allah është për të këta. Edhe donatorë zotë i rrugë për anë. Që 2 vite e jetë të kënaqur jam shumë. Mirë. Dhe sa të Allah është për të gjithë, poshtë të në Allah është për të shalë zotë në manë gjithë. Kush nuk ka mundësi në animu, dhe mirë, ne e rritë, anë dhe për tonë. Allah është për dhe natërët kush në animu për zotit për dhe. Pa ka marru shpinë, në dhjilë, dërëshavat vesë. Pa, edhe bukën dhe shpinë, ma ka i disë. Se këmë e të shkronë, se të këmë e ka i disë për një.
pamjet e kuzhinës tonë në qytetin e Vushtrisë. Ishin banorët e qëndrimit ditor të moshuarit edhe familjarë që e marrin ushqimin në shtëpi. Zoti ju rujtë ju shpërbleft, tani ne ju kemi lajmëru që një projekt i tillë më i madh se kjo në Vushtri është gati në qytetin e Gjilanit. Gjithashtu një projekt si ky i Vushtrisë është gati edhe në qytetin e Podujevës. Për shkak të instalimit apo kyçjes rrymës elektrike, qyteti i Podujevës, projekti jonë atje do të inaugurohet pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Kemi bot pa mundërtën për me mujt me hap edhe kuzhinën tonë, qëndrimin ditor për të moshuar në qytetin e Podujevës tash para mujt të shenjtë Ramazanit, po për fat keq, disa gjëra që nuk më varën prej neve, nuk na japin hapësirë dhe mundësi për me caktu afatin kohor kur neve kemi dëshirë me hap. Kështu që Podujeva ngelet mas muajit të shenjtë të Ramazanit. Ndërsa projekti i jonë në Gjilan do të inaugurohet në muajin shkurt përnder të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Do ta kemi një manifestim, një gëzim që arritëm me finalizu projektin tonë në Gjilan edhe do t'i pritet shiriti para hyrjes në muajin e shenjtë Ramazanit. Gjithashtu, një ditë para përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Me datë 16 shkurt inaugurohet projekti jonë në qytetin e Gjilanit, na lusim Zotin me na lehtësu e me shku përpara me projektet tona. Ndëgjoni ju po i shihni edhe vetë pamjet, nuk është e lehtë, është kogja sakrifice madhe me ishtin në funksion këto projekte tona, mbi gjitha me i majt në menagjimin ton, me siguru njerëz të cilët ju rrinë gati këtyre të moshuarve, ju gatuin, e punojnë ton ditën në shërbimin e tyre. Për neve, gjithmonë kemi thonë që është privilegj nga Zoti dhe mirënjohje e falënderim për Zotin gjithmonë, që na ka dhënë mundësinë e po na jep çdo ditë shëndetin, e takatin, forcën për me vazhdu përpara me projekte tilla e ju që po i mbani gjallë këto aktivitete, Zoti kur mos ju humb. Shohim çka kemi në storjen e radhës dhe rikthehemi në studio. Përshëndetje, sot po paraqitemi nga komuna Drenasit, jemi pikërisht e familja e Fatlon Bojupit, po sot me neve kemi edhe donatorët e shtëpisë këtu, janë zotrin e Gjas Alio me bashkëshorten e tij, na po ja dorëzojnë atë çelësat e shtëpisë. Në gjatet, kjo ja dorëzon familjarët. Urdhna zotri. Faleminderit shumë. Tak zoni. Tashmë, veç jena në ambientën e brendshme shtëpisë të re Fatlumit, na po i lëna me pami se çu ka qenë vizita e parë. E kona gjëna të unë kom shtëpi me po djavlit. Po bile pak me vetë. Tani pa hen shevi, bura, këtë laugi. Arryma keq, tani këna ka. Po da se rryma në kanë lau keq. Fillim. Edhe shpijen që është më kanë janë keq. Një Fatlum, Bojupi, nga fshot e rrlat. S'mund me punon, vetë janë pigohu që mund. Unë që është jam vetë për tensionit natë. Edhe për që të kushte shumë ranë. është që ujin e kam atje jashtë, as kam atrin, as kam se. Për fëmija është katastrofë për mu, për shenë i vetë, gjendjen. Për mu është mara.
Maran, është kushtet ju. Kërkesa, po dhe s'ki. Po s'ki. Po do të me nejtë. Do të me nejtë. Shumë dhe. Kërkesa po kanë vëlloj. Janë shkollë, kanë qafitën më të mirë, veshe, mathe. Të po këtë s'pa janë, po do të qështë. Qështë mundë me to. Jas, më me për nuk i bëhu i tyve, ko bashkaj të i ka të letë, për dhe të më nalë, për uj. Për shumë zë dhe, me disi më ma. Të në e për uj ko për më rëgë më veç, për shumë më në kësi për të hori. Por s'pa ka më shumë më pacient. Qështë? Unë vetë që është të intencionit jam smu. 4 fëmi kam shkollë, dhe që të kushtash. Pra, në shkollë. 170 herë mas tja. Edhe shtesa fëmijëve, që për më hanë. E konë në dërna të vëllë, konë që të pijëve me e konë djavlit. Po, bële pak në metë. Se ja kështë është katastrofë, po zëre, Që janë që shushime pi katastrofë. zëre, njeri pa dotë. Me bo sabër e doreme, ma kalet se sabër e dorimi s'ka. Lagë për fëmijë, asho, te për që s'pja në gjetë na i smuj, a na shi zëti me Allah, pionimen të fëmijëve. Me ta na zëti s'piti qe. Njeri drejt hek po denë së rame. Ashtë uj s'kam, bunojnë kam qatje, pi qatë uj ti marrë fëmijë, i pastrej, që po zësot e shmëra uj, mi pastro fëmijë, me nëzej me këse, me mosh. Se s'kam uj mrena heq. Qatje bunojnë kam gja. Vedë boj, shka të moj, vedë. Shka me boj. Kish pa më në për qëta fëmi. O, dhe raketa për në kolën, arruj ma keq, tani për në Rima kolën. katastrofë, rima në kanë gjav keq. Filmen. Edhe shpijen që është më kanë gjav keq. Tani pa hen shevi, bëra, krejt, vlogi. Pëljoj so pa muna, pëljoj pa ape, pa ljogët. Ljoje sa dosh, 100 herë kum pravu, jashtë e mrena po s'pihiqet vlogi. Fe kur pëlly, qatë hera, pa hiqet vlogi. Të ma shumë të kam nevoj për që shpijë, me bëmë në E që vetë. të shpi, jena nevoj, na i vesh, na i marë, thminja, qështë në Edhe shqe, ushqem për u, qështë. i shem. Patlon, tash shtëpia e re. Po, faleminderit. Për gratuit. Për nëse për nuk për gjema, kusha kontrenu. Shkolla zoti, ish problem. Qysh po njihet Patlon? Vëlloj mirë, moni, shumë mirë. Tarzone. Shumë mirë, faleminderit. Tarzone, e ku jena kanë, e ku jena tash. Allahi ju shpëbleft juve. Allahi ju shpëbleft. Një cent, kush e ka qitë. Ju Tarzone me gjithë mitë. Faleminderit juve. Pas kam do punë mirë. Pi krejtë, për alir pasate. Allahi ju shpëbleft. Me neve sot është dhe donatori vetë me shpijes është në gjatë Salio, me banim në Zvicër. Do të rinë gjatë 2 fjallë, qysh po njihi? Shumë mirë. Sot në jemi shumë mirë se më dhanë mund se jatin t'i bajtë ujtë. Ke shumë emocione sot po lëgëzimin është. Lëgëzimin.
gëzohen që kjo familje i pëlqen, e në ju pas ki bo punë mirë, ju lumt, bravo. Bo qefi pëse shafë, diçka kështë, që më dhanë moseja këti ndimoj diku. Zoti shpërblet ju. Allah i shpërblet. Në këto emocione në po i lone me pomit e shpis të rej, basa në gjatë, më nëshme që më jako për herë. Ta gëzohet shumë. Ta gëzohet me gjithë. Allah i shpërblet. Ta gëzohet. Faleminderit. E gëzohet edhe në herë. Faleminderit edhe për ju. Zoti shpërblet edhe juve. Zoti shpërblet. Faleminderit shumë. Pikësparë faleminderit juve, Halit Kastratin, në juve stafin, që keni marrë këtë barë shumë të randë për të ndihmu njerëzve se nuk është një punë e lehtë, donatorëve, edhe lut Zotin që as një familje mos jesë e mbarë për të tjetër. Shumë e lumtur, shumë e gëzuar, shumë e gëzuar. Edhe ma tepër gëzohem kur i shapën e këtas që jam gëzuar, si kam pas kushtet atje si janë këto. E gëzohem e kam me gjithë brezat ashtë. Familja e gëzof shtëpin e re, donatorin Zoti, kur mos a hum Zoti e shpërblev. Do t'i kisha cek dy çështje pas kësaj storje. E para, ai që i ka dhonë paret për me bo këtë shtëpi, emocionohet. Lëton me lot gëzimi. Kur e shet që familje që kishte jetu me kushte shumë të rënda, tani ma jeton në një ambient krejt të ri, me krejt gjëra të reja. Djersa dhe kafshata ti, janë ndryshoj jetën kësaj familje. Megjithatë, plot emocione. Këto emocione flasin, janë falëndërim për Zotin, ashtu si që tha dhe donatori, që më mundësu me gëzu dikan me shtëpi të re. Edhe na lusim Zotin, na mundëson t'i gëzojmë shumë veta, me mundësit edhe takatin që na e kemë, qësh na mëson i dashmi Zotit. Me bo mirë, mjafton nëse s'ke mundësi tjera me thonë një fjalë të mirë, edhe fjala e mirë është sadak. Edhe një gjysmë hurme nëse e ndanë dhe e jep dikuj tjetër, edhe kjo është sadak. Ajo që e ndjen brendësia, shpirti i bamirësit, kur ta ndihmon nevojtarin, nuk përshkruhet me fjalë. Je ndjenja, ndjesi që veç i lumi Zot ti mundson me i pas, kur ti e ndihmon dikun. Edhe çështja e dytë, zoja që prej familjes që u bo me shtëpi, pra donatoria, që ja dha mundësin me u bo me shtëpi kjo familje, e tha një fjalë që faleminderit edhe juve, stafit Jetimat e Ballkanit, është një barë. Edhe me të vërtet, është barë, është përgjithësi. Edhe na jem njerëz, edhe mundohemi maksimum me i kallëzu Zotit veprimtarin tonë. Megjithatë, e kam thonë shpesh herë, një herë ishte barë për neve kur e kemi hapë kuzhinën tonë humanitare. Bukur sakrifice madhe mund, lodhje, tu i vrapu derëm derë, dyqanëm dyqan, me majtë gjallë kuzhinën. Nuk e kishim të sigur se a do tjetë nesër prap hapë kuzhina,
A do të na jepin ka njerë o ka 50 cent, ka 2 dyqanet, për me furnizu me ushqim kuzhinën. E ishte barë. Nuk e harroj ditët kër u pështetëshëm për muri. Nuk e harroj ato ditë kër e lagshim ftyrën tonë me lëtë. Na hapëm po mshelet. Po ka dashti lumi zët. Edhe ato ditë, ai njetë qëllim i jonë, ja pra ku erdhëm. Sot është përgjësi bukur ma madhe. Na po vazhdojmë çdo ditë duke hapë kuzhina humanitare, duke ju shërby me ushqim të gatshëm shumë familjeve, duke dhuru qelsa të shtëpisë së re, familjeve që ndoshta i kanë humbë edhe krejt shpresat se një ditë kanë me pas një shtëpi të tyre. E është barë, është përgjithësi bukur e madhe, po njetin e kemë mirë. Dëshirën e kemë mos më ndalë asë një herë, dhe në ditën e fundit me kanë shërptor të gjithë këtyre kategorive. Edhe qëllimi kryesor, nesër kur t'i mbyllim syt edhe dalim nga kjo botë, inshallah kemë shka i tregojmë Zotit. E juve, Zoti ju shpërbleft. Shtëpia të moshuarve jetimat e Ballkanit. Gjallëni është që 5 vjetë këna hi për vitin e 6. Në shtëpi është gjallëni, jetohet edhe jetojmë edhe na bashk me banorë. Qeshim bashk, nështë edhe qajmë bashk e i herë. Megjithatë, ka shumë prej banorëve që prej ditës kur është hapë kjo shtëpi, janë këtu. Më kujtohet shumë mirë fotografia shumë banorëve në ditën e parë kur kanë ardhur. Edhe fotografia e sodit tani që janë. E një të tillë ne kemi përgadit një historie, një intervist me një prej banorëve që kanë mbush 5 vjetë këtu në shtëpinë e të moshuarve. Kemi vetë qysh po kalon. Ku është ndryshimi prej kohës kur ka qenë i vetmuar, pa kërkan, edhe tash këtu me plot shok në kujdesin e stafit të shtëpisë. Po e ndjekim story. Mirë mrama. Qish po kalonja që po bënja? Du me bëni bised me ty, akum pranojsh ajo? Që sa ko je në shtëpi plegje këtu? 5 vjetë. Më duket 5. Ша po duket? Mirë. Dëna me folë si burra, qëtu. Po di? A kina janë kesane? Jo. Ja. Sa vjetë i ki? Unë e 54. I 54-tës je i limë? Po. Okej. Ndërkona po i njekim pa mjetë tash, kur ka në fillim arifin. Qësh je? Ja. Emrin? Arif Fazli. Pikaj ti Arif? Sodovinjës. Komuna e? Vitijës. Sodovin, komuna Vitijës. Kën ekipi familjes në moshtë? Për familje në moshtë i kam një 2 vllazni, a janë larga, sëku që të jepi jetë qështu. Larga? Unë e vetë, kom. Ti vetë? Po. Edhe ti kenejt atje? Po. Në stanë? Në stanë të shpija 30 vjetë. Tata? Po. A ki kontakt me vllaznit? Po. A të thirrin? Po. A interesohen për ty? Po, interesohen, po që kjo Alili janë të më thirë që të dëtë. Që kjo shumë i kanë resh litër. Jo, se unë e për ty herët i kënë njës të i ljohen. Arif, unë në mërë tem, në mërë të krejtve kam qelësin e dhomës, mere qelësin. 5 milion.
Qëtu flenë të jarit? Po. Qësh për do këtë dhoma? Mirë. Jo, mirë. A e në kushtet ma mirë këtu atje ku ke nejtë? Vëllaj, ma mirë këtu se po të kazoj. Unë e një baski zdime në reqë. E dy zdime punu. Shpija është me qerpeq. Në deshajnë qerpeq. E di. E? Në shpi me qerpeq ke nejtë? Po. A ke pas vend ku më pastru e më lave? Vëllaj që të kohën e fundit, jo. Se i vjetër. Së në farkojshtë, së në... Aref mirë se ka arë? Faleminderit, mirë se i vegjeta, edhe unë. Oke, tash vjen infermieri. Buka ke hongër? Ja, jo. A ja unë tu? Jo, ma, ku të hongë kejtë e unë? Po janë të hongër bukë tash banorët. E se di vëllë. Po, hajde, orari bukës. Aref që 5 vjetë shpit plegjve. Po. Qysh mu ishmi përmledh me 3-4 fjallë këto 5 vjetë? Aja ka vlejt që e artu? Po. Po, vëllë, ka vlejt. Ka vlejt se, vëllë, kështë në maru të shpijë, se keqim ko. Keqim ko se mu mershin me në tensionin, po mu patë pëjdohë. Që 5 vjetë këtu Arif, a vjena herë me të vizitu me i kushën? Jo, po. Vinë? Vinë, në ta gjemë të vlavet, vinë. Të në kanë ardhën do ngilan që kënina. I kam do mesë, edhe të kanë ardhën. Jo, me orë kanë ardhën. E këtu Arif, a ke zonë shëqni? Po. Kone ki ma shak këtu që ka lënë kohën me të? Profit. Profën? Profit. Sukur profi, asë njës nuk kom flenë. E cili prej banorëve ta prish kështu? Me prish të të. Me nreqë si profi, asë njës ma nejtë. Mirë, e pej stafit? Pasha zotin mirë, se pasha. Apo ki problem me shikim me sy? Me sy po. Ama shpia i ka kushtet tu, nuk pe ki problem me lëviz, jenë lift atje? Jo, i kom su. Ku jë mësu me ase kafe me morë. Edhe kafën përshkën me pëmerë? Pëmerë vetë. Sa më një? A që me më pasonë në dikush, ki më mësu me qilë, edhe me nëzirë kafe, vëllo ishë në lidhë palesa me pare, kërë s'kish në besu. Një uër tha për e hupëmi, e për të mësaj. Që të atruse, që të shtinë porë, që të asej. Dikur thash, hajtë ty me lënë për hargjit një avra, me prevu vetë. Tak, atë është në që... E mësove? Po, edhe pja ditit mu vetë në zirë kafe. Edhe me shqemë mirë. A për të pëlqena? Ja, mu më pëlqenë këtë. Për me? Unë i hasim, konë se të shpia... Jo, i has, mashallah, po shihet. Jo, i hasim se... Vëlloj, do ase unë për veti kum hekën. Unë jem konë në rëktarë. A që ka dëgëna vici, të hërku e gjemë konë 30 vjetë. Se kum shu shtogën heqë. Me që ato... Qoban? Qoban. Me që ato e kum zerë pension. Dhe që tu apëndish vetën si në shpitona halojo? Jo, po. Për në me? Po, edhe mos i përdojnë mi ka pak me profin në për suari i këqanina. Edhe po më qetë më shëtit, mirë. Unë jam i knasht. A ka nëjse një jetë Arif që ke pas qefes se ke realizu? Vëlloj, keti ku më bon, po të kazoj po, kam jetë marak shkolla, që ato po, ku jam mosat e me, unës me jetë. E pëse se ke kërë shkolla? S'kum po. A ti problemin e syve nuk e ki? Ja, po. Vesh më pleshni, e ke pas gjithë? Ja, edhe për gjithësi. Njerëz plët që kanë orë dhe do kanë deke, nuk janë moa. A i kujton në jonin prej tyne që janë kohë? Ojë, po, si bersin musë. Asë një musë më ka përqë. Ramet i pas shpirti. Qështu, unë bëllë, kështu, apësja, unë e bëhe gore, që si basi musë,
Banor, s'ka orë. Kur s'ko me orë. E shërët e ke venë në këtë? Po, unë për veti ku pas ndesh si vëllau, ndesh si bob, unë e ku pas desht ato, që atë dy që ka orë. Mu së më ka do, mu e vesh nauta që më ka do për ti. Po, se basi mu së o konë njeri. Edhe të theke që të më banë, që të banë, që të zbanë. Veç të theke ikë piqë këtë mujtë. Zbanë. Edhe mu, u deshke me më naoj. Ja, basi mu së konë, si basi mu së, banor së vje. Kanë shku vjetë për shpejt, edhe jam, e di këm ropi shmoni që, po mos parë në gatë. Po këtu ka njerë që ju rrinë gati. Po ka mu, s'kam qef mi ngushtu kërkan. Te e di që aji më ka bojtën, një 2-3 muaj ka bojtën kë ademi me këllisë, se më patën këtë qitë kam. Po e di. Aji më patë, ademi, më pason mu ademi, ku më të bojtë me këllisën, mu ishna që ditë, po se bi. Po ka herë vjenë situata, ka herë na jem nështë shumë materia dhe po bim, po na duhet edhe neve me shku në spitale me roje, po duhet dikush më na bo hizmete. Huq, nuk kam qef me ngushtu kërkon, më bo sheqë. Vallohi, biloj, jetim 12 djemë kalon boba, une me vitre e më rritë, kom hjekën. Se vitra kërkosh si merë. Qështë? Qështë. Basi Arif, ka shumë njerës që kanë donë pare më bo kjo shpi. Po ka njerës që jepin pare hala më majt kjo shpi. E di që jo. Qa kishe pas me ju thonë 2 fjallë? Vëllaj hoqë, Allah i rujtë që ata që kanë vonë. Dhe Allah edhe ty të rujtë, nëse kete, inshallah, ju rujtë zote, ju banë sukur perenia që ka fuqien e morë, ona morë. Amen. E që taj, që të rësen zdi. Okej. Qështu. Faleminderit shumë Baci Arif. Faleminderit edhe për ti. Ne Bacin Arif ju përshëndesim, na kem 5 vjetë banori shpizë Baci Arif. E ka herë na me Bacin Arif për i me, e gjajmë të kërhat, kur vim, thëjmë se ko kanë gjëmë, si ja këthejmë shpinët dhe qutjëm. Edhe interesant të burë, po të zë gjumi, si të ullësh, tak? O, vallohi, kur po vjetë ti të bollaf po në vënë në gjumë. Pasha, zotin po. Bashkë e jëmë që ditë, sa e arke që në me ledhem, ku të është në kome në zonë gjumë. Apo foli a umë la shtirë? Po mirë po foli ti, po mu e, së marke, s'po vje, se kejtë të këshyrë, ama unë e për veti, tu i mojë sytë, në zhe vesh këtë, o pa leshtë. Pa të zhe gjumë? Po. Zotë ju rujtë këtë që jeni në nakëna me u dhonë, qështu ka në histori, në pikat shkurtra, prej banorëve, për mënyrën, formën, jetesën që e bojnë tash këtu, e më Bacin Arif, së dhe nesëm, ju përshëndetësim, Zotë, kur mos ju hutë. Duke së kejtë banorë që janë këtu në shtëpi, janë rinu. Ka ndryshu shumë fizionomia e tyne. Inshallah kanë shëndetin. Tani, një histori e stafim ka qenë në komunën e Gjilanit për me vizitu një familje. Në kanë folë edhe mas i kanë ardhë për gjendjen e kësaj familje, po me gjithat po ndjekim në historien, familja është këtu. E pastaj do të mësojmë më shumë nga vetë familja. Që të flemi, me një sobë, që të mlomi, ka njerë kur të flemi, kitë jam në i do, që jepe që aty veç më më dhe. Se shumë eftartë në shpija kjo, se shumë beq që të në shpi, kjo. Pa tam që kënë ari love këto. Ari love kënë, për kena në që në kadal, sa kina mujtë. Se për i me keq, vëllaj për neve në keq.
Vallaj, për mu vështirë është. S'po kam me jamajt, pa qare po do qështu, kaner po punoj, kaner s'po punoj. Edhe që shti dimën. Na qëto jena të jetu, peshen edhe vetë, po pikë të në hontë, vlak, krejt me tu, ka me krejt në të sopë, krejt, vlak, kur bjen shi, këtë këto botë këtë uj. Svedi, valla, që më thonë të jetë, krejt, vlak, peshen edhe vetë. Me punu herë për punan nërës për punan, valaj me këtu i su për nëri që shpi. Sa me ngro me pi, a i me ngro me pi për bërë qarja, a më shpi, ku me ndreq. Valaj ketë shumina, ketë për një shpi e në i shtjaq, valaj. Në të sopë krejt uj, krejt këta në unë uj. A dhe për svu me pi vlau, tera, këtera. Zdi, valaj, që me thonë, shumë ketë që na. Kosh muna me në leq një shpia. Dikush të tepër të këqia, tepër arandë. Një smuja dishka, po do të mëllën gilan me qëthmijën, mëllë gjallin, mëllë qikën, rrenët s'po janë qatë shumë, për qera s'po di shumë e thonë. Që, ishtë të në zeja, Shfareti, ishtë të porina me tesha vesh, dhe ka në madake dhe me tesha vesh, po flejnë. Shka, dhe shumë keqë qena, shpër keqë. Të jash për një shpi, jam, kush del, më në një mu, faleminir. Unë punoj në tërtema, ma her punoj, her s'punoj. Sa ka pun, punoj, sa s'ka pun, shtë rina për shpesë. Silë, shumë. Sërsen, s'po t'hja s'ka me thonë, s'ka me marru. Gadi mori onë qika, djali klesën e parë, djali onë shkollë, a qika për silë që t'i parë është. Valla shtira me jetonë, shumë shtirë këto. Dhe këtu i së pja dhe, a i me nga me pisë jam të jekë. A mo shpi, shme një spit e millit. Na kina marru që ta, kjo konë ari love, për para kam pas love, vjedhe jam me, tani ka një lop, na ka pak një senjerë, e kina në rritë me këturit. Që kja ari lopë e konë. Valla, vesh një shpi me mojtë, o mirë, valla, sa më shpejt. Sa shumë vlak, shumë, që nga copë krejt uj, koridori krejt uj. Nuk dijo në shumë të tonë, shumë kja. Këto po pikë. Këtë bjerë shi, këtë botë, pi aty i derë këne, që ka shku në tonë. Katastrofë jam, në shumë jam keqë. Në smu, që 3 javë jam pi kollet, që pi vlogit. Vlogit e mërerë, vlogit. Po e vogël ajo njerë, po të rrite, të dite, që thojnë. E lipa, dha e lip, djali po, valla, a i ma, ta kam një shpi. Edhe për këta në tepër e rëndë, se s'ka, ajo lyp, kjo s'ka ma shamull mi ble. Edhe kjo ma shtronë, thot, hajtë se nesra bëhet, nështë ta mirë, nështë ta bëhet dishka, nështë ta ashtu. Jeta shkon veç du me paranoj. Ajde ta me babi, ajde se babi pënani, a plene, mëse kini kalli, ajde se dhe shpia në reqët, ajde se ki kalli, ajde se në reqët, shpia, në reqët dhe kush, banë se babë. A djali po, vëlla djali, a i po dena ka shku shkollë, shtëm për graqë, klasën e parë, a i vëlla i po lypë. A i veç kësha lutë një shpi sa do. Se am të thonë me veç me hi një shpi më ma në reshë. Dvogël, veç me ditë kuj kam smenjën. Mas me jekë, kjo është smut, këtë vlak, qire vlak. Koridore të kalzova, hina të sovë, këtë vlak. Kretë keqë vëlla, shumë keqë vë neve. A i me pënu, a i po pënu, po shpi, kam janë dorë.
Jenë pamje që flasin vetë është Habib Haqifi bashkë me bashkëshortën e tij nga komuna Gjelanit. Janë këtu edhe na ju thomi mirë se keni ardhë. Hajde Habib. Mirë se keni ardhë. Mirë se keni ardhë. Mirë se jo gjitha. A jeni mirë? Mirë, falem. Qështë po kalani? Mirë. A u lodhë për rrugës e jo? Jo, ka pak. Habib, nga cili fshat je i komunës Gjelanës? Po Graqë. Po Graqë. Po. Na i pam do pamjet shtëpis që sa ku jetën i qëtë? Që 4 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë. Që të pari, 4 vjetë. E para 4 vjetë ku keni jetu? Kina jetu të ro, që nga konë, tani jena do, tani e kina marru që të shpijen, ka pak që shto. Oke, e kishit 2 fëmi? Po 2 fëmi kina. Një djallë një vajzë? Po. Mirë shumë, qysh po jetëni? Vallaj shumë keq, ha? Shumë keq, vllak, po pik të në hundë. Shumë keq vallaj na, shumë. Ketë, të pik, këtë bjen shi, laugot, bjen uj, krejt, këni onash, laugot, krejt. Sa vjetë i kjo Habib? 32. A punën nëjse? Punoj ndërtem po herë punoj, herë s'punoj. Dimnit mos punoj. Sa është largë po Graqa prej qytetit? Dykon një 30-40 minuta. qatë i pari dykon, 30 minuta. 40 minuta. 40 minuta. Qështu i ba me atë pozë, di? A në kërë s'kena kështu? Vëllaj, keq që na bë, vëllaj. Ma keq s'ki ku me qumë. Shumë keq. A ju një mënë dykush, a keni lypë ndim në ikun? Vallaj, këna lypë ndim... Po, ka pas më nëzi kërkush me na një mu. Kërkush s'na ka një mu. Thoj ke jo një mojna, kur arke vaktis, na një më ke kërkush kur gjë. Keq, vëllaj, në shumë. Shumë. E katuni aty? Aja unë gjithë? Jo, heq. Ja, kërkush s'na një mu, kërkush vëllaj heq. Kërkush heq kërkush vëllaj. Heq. E pam nga pamja kjo pëthu, është kanë ahër për para? Po ahër i love kom për para, po na kapa, një qëmeti kina shtu, një kina shtu me bloka, kapa, sa kina pas mundësive. S'kina mujt me nërejsh nga pi temeli, se kjo ahër i love kon. U kanë dash temeli më shtu mirë, mos me pas vlak, uj, e kitë uj është. Po kina shtu një nëjlon sa, mos më lakë të pija, pëden. Mos më... Këtë larë s'ki... Kur bjeshi këtë uj mëna? Ha? Kur bjeshi uj mëna? Po, shkan uj kështu krejt. Shkan. Aje soba këtë lagot, si mëk, si zë, bëndë. Shumë keqë, vëlla. Aty këtë lagot për mas, aty e në uj kështu, lagot, onë është kështu krejt. Sa vjeti ka djali e sa vajza? 6 vjeti ka djali, 5 vjeti ka qika. Po shkon djali në shkollë? Po, klasën e parë, gradi more qika është. Kisha mujt një shpi, ose një bane e qatë ka mundësi njëri, më ndrejtë, se shumë ke, që kështë e ki përshijet. Vlau, ki të në anqe. Amani me që këni me pas shpit ju e në herë. Vallaj, kur. Jes, po me na e qala. Shala del dikush më një mënë asin, për momentin, shpresat i kam këtë këpëta. Se? Po s'ka kush me dalë, As vetë. A i me nga me pi njëri s'po jek, po bo qaja, më shpi, pite mire, s'o pe nisim vetë. S'keni kërkun familjar që janë gjendë? O, jo, ketë, a e vjerria janë dom, aty në tonë, pas s'kambe, edhe ato shpijen pa ly, viran. Edhe ato viran janë, vëlla. Kur s'kanë ato që shmëm një më mua, e vesh më në këshyri, në i bia, se bot mi, dalju një më ndikur. Po në komunium, konë. Jina lajmru. Lajmru. Alo s'u nga Kërgjo s'në kanë tonë ja, kërgjo. Vjen, dikur cëllit vjen për para, ju një mënd. Po jo, s'kërgjo. E ndim sociale, a mërë? Jo.
Jo. Po pse për fëmijë merr në A po për fëmijëve kështu që pjapin shtesat e fëmijëve, po. A di kanë që ka pëden. Shtesa që kështu benzina i sa jo. Veç këto shtesat, po. Benzi jo. Benzi jo. Këtu të na, a keni bo kërkes? Po, kina shkrujt edhe kina lajmu në stop telefon. Edhe? Dje kanë ardhur, ju kanë vizitu? Po, dje, janë konë, në kanë vizitu. Ajo tha në i sen ata dje? Jo, sens në kanë thë vesh, në vizitu në kamerë, në dëllëm, fëllëm, edhe të tërsen, sens se përmenëm. Kush ju tha me arsën? Allah, ka thirë në telefon. Kush? Një numërën thirë, po që ata që janë qaj konë që ju konë gje. Kur ju thirë në telefon, shka menu? Pse ju këna thirë? Nësë dishme, tëshme, në këshyllin apet, ku mi full me apet që to, me a kalzo apet gjendjen, që kena, që shto me nëshme. A keni nejsen tjetër me kalzu për jetën që e banin? Valaj që po se di, shumë valaj keq jetë. Që të sens, po di asë që ka me thonë, asë që ka me full. Shumë jena keq. Këtë vla, këtë ujo, të naut ujo. Tu ka s'ki vish me qurat në lastekon, për hune, krejt uj. S'ki aty era mëki, mi aty vish mrejna era mëki vjen. Aty që të riovi jam e smundu në pikollit e vlagi. Po bohi me shpitre. Faleminderit për juve. Faleminderit. Faleminderit për kujna i ka ro normen. Faleminderit për ketve, për që janë. Inshallah, ju në mazoni. Lula gjenetit e qanë që ato që ka menu për familje, për marshemë. Faleminderit shumë për juve ketve këtë gjeni që e keni danë. Edhe me lukt altanit, inshallah, bërë me ankër. Amen. Qetër s'po di shumë, me thonë. Kërë jeni njësë me arkënën, a keni menu që keni me marë që të lajmë? Sa këmë, ja, të shaj, shumë se... Isha kur të vina, bon vaki dhe isha vina pet në këshyrin, a për që të lajmë, se ku menu hitje e marë këtë lajmë. Faleminderit për ketëve këtu që kanë ardhur me na këshyrë, se s'disha me thonë, shumë faleminderit për ketëve. Po bojnë me shpi të rej, krejt e rej, me krejt senet më e nga të rej. Faleminderit shumë për juve, shumë. Habe për hajnë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve krejtve. Janë emocionet mira kur jepim lajme të secila familje që ja kumtojmë lajmin, po bohim me shtëpi të re. Për mu personalisht edhe për stafin është shëndet. Na rritët jeta sa her jepim lajme se po bohen me shtëpi të re. Shkojmë në sigle dhe këthejmë në emision. Veç më nalë një minut me mendu, unë edhe ti, që po më shë. Që të durë në zemër, me konë na, në që të karika, ullë edhe me në thonë dikur se po bojmë me shpitëre. Me konë na në gjendjen e tyre. Na duhet të jemi mirë njohë Zotit për çdo mirësi që na ka dhënë. Edhe gjithashtu, si po thojnë donatorët, të gjithë, me falendëru Zotin për mundësit që ju ka dhënë me i dalë në ndim dikujt. Zoti shpërblen shumë fish në këtë botë, po shpërblimi kryesor në esër, kur do të dalën për ati. Zoti ju shpërbleft. Ky është emisioni i kësaj nate, e para se me mbyll të gjithë ju, që
po doni, keni dëshirë, keni vullnet, keni mundësi. Me hynë vargun e bamirësave, me kanë dorë ndihmese për shumë familje nevojtare. E doni me ndihmu këtë familje për mes jetimeve në Ballkanit. Këto janë mundësit. Në ekranin tuj po e shihni gjiro llogarinë e shoqatës tonë në Zvicër, këto janë të dhonat ku ju mund të ndihmoni familjet nevojtare për mes jetimeve në Ballkanit. Nga Zvicra, në Gjermani, këto janë të dhonat e kontës tonë, nga Gjermania në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto janë dhonat e degës tonë atje. Këtu në Kosovë në bankën ekonomike, banka Procredit, gjithashtu banka kombëtare, tregtare. Në Maqedoninë e Veriut, këto janë të dhonat e shoqatës tonë. Shoqata ka dhe adresën e GoFundMe, si dhe adresën e PayPal-it. A dhe gjithë ju që posedoni numrat të telefonit vetëm vala, mund të ndihmoni me njerë shoqatën bamirëse e jetimat e Ballkanit nëse dërgoni një mesazh SMS në këta numra 55333 55444. Kështë emisioni kësaj nate, na jem veç në 3 mujtë e mëdhej, thash hala s'ka met një muj i shenjtë Ramazanit. Lusim Zotin që çdo vepër e jona të shpërblet në këtë botë edhe botën tjetër e na shihemi të premten e ardhshme Zoti kur mos ju.